Përshëndetje dhe mirëserdhët. Receta për sod, bukë të nxehta, bukë shtëpie me shije fantastike. Le të fillojmë me përgatitjen e recetës. Së pari në hin hedhim 10 gram maja buke të thatë ose një lugë të gjellës të mbushur plot. Pastaj këtu shtojmë ujë 400 ml, ujë të cilin e kemi ngrohur më parë. Vazhdojmë i përzim e pastaj shtojmë gradualisht mielin nga pak derisa të formohet vrumi dhe pastaj hedhim edhe një lugë të gjellës kryp. Vazhdojmë i përzim të gjithë përbërëset derisa të formojmë një brum të trash. Brumi si duhet të duket, shikojmë videon për të kuptuar edhe sekretin e kësaj recete kaq të shijshme. Gradualisht po e hedhim mielin nga pak. Dhe sa po mielli të filloj të trashet, atëherë do të vazhdoj edhe përzierjen e bëj me dorë. Pasi brumin ta kemi gati, brumin e la me pushu mirë, gjithmonë. Brumi kur formohet kështu, duhet me lanë me pushu mjaftueshëm edhe sa ma shumë me u fri. Herën e parë nëse frihet mjaftueshëm, pastaj për së dyti nuk na duhet shumë kohë. Pasi brumi ka dyfishuar dhe është frirë mjaftueshëm, atëherë me njëherë vazhdojmë edhe do e hedhim në tavolinën e punës. Vazhdojmë tani dhe brumin e ngjeshim mirë. E pastaj e ndajmë brumin në 4 pjesë të barabarta. Pasi që unë kam përgatitur pak bukë, gjësej pra 4 kulaç, kështu ju nëse doni për më shumë persona, vetëm se masat e bukës i dyfishoni. Vazhdojmë tani edhe secilës pjesë i japim formën e rumbullakët ose formojmë kulaçin. Hedhni miell nga pak nëse e vrini që brumi po ju ngjitet për dore. Kështu vazhdojmë me të gjithë kulaçt. Kësaj radhe kam vendosur me përgatit bukë shtëpie, vetëm me ujë ashtu siç i kanë gatuar nënat tona dhe që vërtet bëhet shumë e mirë nëse e gatuani kështu sikur që e kanë gatuar dhe ata. Pasi të bëjmë hapjen e kulaçit në këtë formë, atëherë vazhdojmë edhe mbështjellim duke i dhënë formën e kifles. Pra këto janë bukët e gjata të cilët i kanë gatuar gjyshet tona, nënat tona më përpara. Edhe unë sot dëshiroj që të njëjtën recetë ta paraqes para jush, mënyrën se si unë i përgatis dhe vërtet bëhen shumë të mira. Pra në të njëjtën mënyrë i hapim 4 kulaçt. Vazhdojmë pastaj edhe i mbështjellëm. Tash të gjitha i kemi vendosur në tepsi. I kam mbuluar edhe pastaj do të presim derisa brumi të dyfishohet për të dytën herë. Pastaj vazhdojmë me pjekjen. Presim derisa brumi të dyfishohet. Dhe pasi brumi është dyfishuar, siç po e vëreni, edhe tepsia është mbushur plot, atëherë vazhdojmë edhe i fusim në furrë, në temperaturë 230 gradë, por gjithmonë furra e shpëritit duhet të jetë e nxehur në temperaturë 230 gradë 10 deri në 15 minuta para se bukën ta pjekni. Pasi ta largoni nga zjarri, ose se gati harrova t'ju them, duhet ta pjekni bukën për
13 minuta. Unë e kam pjekur për 13 minuta, por ju do e pjekni duke e kontrolluar, sepse jo çdo shporet pjek njëjtë. Pastaj, pasi ta largoni nga furra, e lyeni me gjallë ose margarin, e mbuloni për 10 minuta dhe pas 10 minutave buka është gati. Dhe akoma është e nxehtë, por që do të munduhem që ta ndaj edhe ta shikoni edhe brenda si është bërë, edhe pse është akoma shumë e nxehtë, është pak vështirë me mbajt në dorë. Shikone, buka është e pjekur, unë kështu gjithmonë e shikoj bukën siç më ka mësuar nëna ime, edhe siç po e vëreni, pra buka është e pjekur edhe është shumë e butë. Shikojmë edhe kulaçin tjetër, vetë po vërihet se sa e mirë që është. Dhe kjo ishte e gjitha. Me receta të tjera, shihemi me video të tjera për çdo ditë gjatë muajit të Ramazanit. Mirëmbëjtje.